Ka një shqetësim të madh për gjendjen në Maqedoni, deklaroi shefi i diplomacisë holandeze Bert Koenders para fillimit të takimit të ministrave të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes në Bruksel, takim në të cilin një nga pikat në rendin e ditës është edhe kriza politike në vend. Mendoj që ka një shumicë parlamentare dhe se që maqedonasi duhet të vendosin për atë. Ne na shqetëson agresioni verbal në vend, deklaroi Koenders. Makina një gjykatësie të gjykatës themelore në Ohër mbrëmë është dëmtuar nga ana e personave të panjohur, lajmërojnë nga SPB Ohër. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të vendbanimit të gjykatëses ku ka qenë e parkuar makina e saj. Vandalet i kanë thyer të gjitha xhamat e makinës. Policia thotë se po punon për zbardhjen e rastit, por ende nuk mund të thotë nëse ky vandalitet ka të bëjë me punën e gjykatëses, e cila gjykon lëndë nga fusha e të drejtës penale. Presidentja e Koreas së Jugut Park Geun-hye ka bashkëpunuar me miken e saj Choi Soon-sil për të marrë rishpet nga Samsung Group për t'i mundësuar përforcim të kontrollit drejtorit të kompanisë Geely brenda vetë kompanisë, transmetuan sot nga Prokuroria Speciale. Hetimin e qendër kishte ndikimin e skandalit aktual në të cilën është e përfshirë Park, të cilën vjet në 10 orë parlamenti e shkaktoi nga detyra.